Pinokët e zodiakut, cilat janë shenjat më të prirura të gënjejnë. Të gjithë na ndodh që të themi ndonjëherë gënjeshtra të vogla. Gënjeshtrat thuhen për një qëllim të mirë, për të shmangur disa probleme, për të bërë një përshtypje më të mirë tek njerëzit ose sepse për fat të keq është një lloj varësie. Secili nga ne ka gënjur në periudha të caktuara të jetës së tij, por sipas astrologjisë, disa shenja të caktuara të zodiakut kanë më shumë gjasa ta bëjnë këtë. Akrepi është shenja që është në gjendje të manipulojë më mirë njerëzit dhe të vërtetat. Një profesionist i vërtet për ta bërë veten besueshëm dhe nuk ka gjasa të zbulohet. Asnjë shenjë tjetër nuk mund të krahasohet me aftësinë e akrepit që padyshim shkëlqen. Ai është aq i mirë në gënjeshtra sa mund të ketë vështirësi në kuptimin e të gjitha gënjeshtrave që ka thënë. Binjakët, ata që kanë lindur në shenjën e binjakëve, janë shumë të mirë në gjetjen e strategjive për të manipuluar realitetin e gjërave dhe njerëzve. Në këtë pikë ata janë shumë të ngjashëm me akrepin, ata janë gjithmonë shumë origjinal dhe qesharak kur gënjejnë. Kjo është arsyeja pse ata falen më lehtë dhe disa gënjeshtra të vogla të këndshme. Peshqit. Jemi mësuar të mendojnë se ata që lindin në shenjën e peshqve kanë një shpirt të thjeshtë dhe një temperament artistik, por në realitet kur bëhet fjala për gënjeshtrën, ata kanë shumë pak rival. Duke qenë me intuit më shumë se shumica e njerëzve, ata ndërtojnë gënjeshtra të arta që zbulohen vetëm shumë kohë më vonë. Peshorja. Po, edhe ata që kanë lindur në shenjën e peshores gënjejnë, manipulues të shkëlqyeshëm. Ata gënjejnë për të shmangur problemet, për të dukur më mirë dhe për të marrë gjithçka që dëshirojnë. Ata me siguri e meritojnë thënien, gënjejnë më shumë se sa flasin, ose edhe më mirë, në 6 gjërat që tha, 7 janë gënjeshtra. Nuk është shumë e thjeshtë të zbulosh gënjeshtrat dhe hipokrizit e tyre. Zakonisht, versioni i asaj që ata thonë ndryshon disa herë dhe kjo i bën të tjerët konfuz. Gaforja. Në dallim me shenjat e tjera, gaforja nuk gënjen për të manipuluar ose për të dëmtuar të tjerët, përkundrazi, ajo tenton të egzagjerojë realitetin e gjërave, të dramatizojë, të ngjyros tregimet. Pra pavarësisht se është një ndër shenjat më gënjeshtare të zodiakut, merita është se janë të padëmshme. Ujori. Ujori ashtu si gaforja nuk bën gënjeshtra për të dëmtuar ose shkatëruar dikë ose diçka. Ndonjëherë e bën thjesht sepse e sheh të bukur për të parë kapjen e peshkut. Kjo nuk e shfaqson atë dhe mbetet akoma një gënjeshtar i shkëlqyer i cili nëse zbulohet e mohon deri në të pamundurën.